Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Para pak ditësh në Shkodër u zhvilluar teatri i të rinjve, të cilët shumë shkolla gjimnaze morën pjesë, si publike dhe private. Një ndërtoj ishte gjimnazi Atë Gjon Karma, dhe unë kam sot kënaqësinë të kem të ftuar të rinj dhe mësuesen që është marrë me këta të rinj të sjellë një performancë të mrekullueshme. Kam sot në studio dhe kam nderin dhe kënaqësinë ta kem këtu pranë meje Alma Përvizi. Mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjes. Ju falenderojmë shumë për ftesën atëherë në televizionin tuaj. Dhe për këtë iniciator është regjizori Aleksandër Prenga, të cilin ju falenderojmë shumë. E përshëndesim, por e falenderojmë shumë. Ajo është iniciatori, ajo është kryesori, primari. Realisht Aleksi ka treguar një profesionalizëm dhe Aleksin ka rreth 4 vite që e njohim. Hera e parë që ka ardhur në shkollën tonë, kemi pasur shfaqjen Komedia 14 vjeç dhëndër. Komedia 14 vjeç dhëndër e adaptuar dhe e përshtatur ndryshe nga Aleksandër Prenga. Pikrisht e përshtatur me mentalitetin e fshatit Gurizi, edhe rrethinat e tjera, fshatrat e tjera. Edhe diçka edhe më veçantë. Aso kohë ishte hera parë që shkolla jonë mori pjesë, kemi marrë 2 çmime. Aleksandri ka diçka që përshtatet shumë mirë me moshën e adoleshentëve, ndoshta duke qenë edhe vetë i ri, edhe karakteri i tij. Por ajo që kam vënë re është pikrisht domethënë një person që është gjithnjë në rritje, në profesionalizmin e tij, jo vetëm si regjisor, por edhe si një tekst shkrues. Po të ndalim te komedia që kishim martesa shumë pritur, realisht është diskutuar që vitin e shkuar në shkollën tonë që kishin dëshirë, ish klasa ime kujdestari, matura kishin dëshirë të realizonin çiftin e lumtur. Në fakt, aty ishte thelbi, por ajo që solli Aleksandri ishte krejt ndryshe, krejt e jashtëzakonshme, edhe aty kishte martesë, por ishte ndryshe. Realisht, hera e parë që erdhi Aleksandri ishte fundi janarit të këtij viti, u bë audicioni, duke parë numrin e nxënësve në shkollën tonë, nga klasa 10 deri në klasën e 12, pjesëmarrja ishte e jashtëzakonshme. Një pjesëmarrje jo me kuriozitet, po një pjesëmarrje me një dëshirë shumë të madhe. Sa bukur. Dhe është gjithmonë bukur të kesh të rinj kaq të mirë dhe kaq të talentuar që duan të jenë pjesë e këtyre shkaqeve. Edhe Aleksandri Biles ishte shpeshherë edhe në siklet këtë zgjidhje të mirë dhe pas po ta themin thojza pas kuintave vinin nxënësit ka me marrë mu, apo tjetrin. Gjithmonë të interesuar. Por Aleksandri është shumë bashkëpunues, realisht. Ndarjen e roleve të personazheve e kemi bërë pothuajse bashkë, padyshim asnjëherë nuk ndërhyn punën e regjisorit, pavarësisht se kam rreth 20 vite punë, pothuajse, përfshi edhe këtë vit shkollor, jap lëndën e gjuletërsisë, klubin e teatrit, aktivitetet, por mirëkuptimi i Aleksandrit solli tashmë një komedi në shkollën tonë tepër të realizuar. Nga 8 gjimnaze ne fituam 4 çmime. Sa bukur. Çmimi që bëri më shumë përshtypje ishte çmimi traileri më i shikuar, domethënë që ishte për herë të parë në teatr, me jashtëzakonisht shumë shikime. Dhe besoj çmimi më së merituar për ju. Po, ne ashtu mund të themi, në fakt çmimi më së merituar, po të paktën edhe opinioni spektatorëve, domethënë të gjithë atyre që ishin të interesuar, ishte i tillë. Pastaj kemi marrë çmimin e parë si komedia më e mirë, pasi tek festivali i teatrit ishin zhanret edhe komedi edhe dramë. Shumë bukur, diçka shumë e veçantë. Komedia ju shkon shumë për shtat. Komedia është e bukur, por është e vështirë për të realizuar. Zysha, dua të prezantoj pa humbur kohë dhe dy të ftuarit shumë special, Muhamedin dhe Ensarin. Mirëmëngjes të nderuar. Faleminderit që jeni sot me mua dhe faleminderit që keni sjellë një shfaqje kaq të bukur. Si ishte për ju kjo eksperiencë? Po nis me ty, Muhamed. Kjo eksperiencë për ne ka një eksperiencë e paharrueshme, se numër ka edhe hera parë që kena shkit në teatrin e Shkodrës. Por ka një diçka që nuk e dim nëse mund të më ardhë dhe jo mundësie për me e ba. Diçka shumë e bukur. Jam shumë i lumtur se kam marrë pjesë, por kena një periudhë javën e fundit pas se më marruaj që ishte të thonë kur pa marrën, sepse isha në tankë, thinte ma pa bëj mirë, nuk pa bëj mirë, thjesht me marruaj me kalu, kurse tesh
kam bët njësi që thënë ta kisha pas të herë mundësit me e ba, kisha në balë në është ma bukur se e kam ba herë tjera. Fal Aleksandrit, e përshnes, a ke një regjizor tepër i mirë, kam mujtë me ba që unë kam ba. Edhe fal edhe Zys. Ata dy që na kanë mbështet për këtë iniciativë që kena marrë, edhe kena mujtë me gjerë një diçka shumë bukur aty. Po për ty, Ensar, si ishte kjo eksperiencë? Ishte një eksperiencë e bukur, ishte hera parë që kam shkrejt edhe unë në teatr. Na tregosh më shumë për rolin tënd, Muhamet? Unë e kam pas rolin e pianetit, pra në punësin, punoj si gjena civile. Edhe vinë të dy më martu, ky me një personazh tjetër që ka kënte martesa shumë pritur. Që do ta kemi pas pak në studion tonë? Dhe vinë të martohen dhe si do? Vinë të martohen, vinë me gjyshët e tëne. Po gjyshët e tëne ishin njoftë ama përpara, ama njështu sigur nuk ishin të i lanë të më martu, nuk i kanë lanë atë dikur. Edhe une në efektin e alkoholit do në martaj të dy tjertë, lesht, a kuptan. Edhe kjo po atone gabimit dhe thonë që fundi, që doli që martu në të dy, ashte unë, e që e kam po gabimin. Ishte një diqa që më ka pëlqy tepër se kam pas një rol, ndoshta nuk ka kënë roli kryesor, po për mua ka një rol shumë i bukur, edhe falenderoj Aleksandrin që ma ka gjetë tamam ashtu sikur mu më ka shku i rol, për shtatë. Më ka thonë qysh dine e porë që më ka po të audicionet, më ka thonë që kam e të lanë lor rolin e pianetit. Edhe arrita me e ba shumë bukur, por gjithmonë falë Zysh edhe falë Aleksandrin, sepse ai më ka imu shumë për me... Unë për derisa kam pas për jetë, por nuk kam disë që dhe me thonë hyçë aspekt teatri. Tjetër një eksperiencë e re dhe diçka që e pa provuar. Po, edhe im ka imu shumë mu për mu përshtat të rolit, të na improvizua e vetë se si e ka ba, a kuptane, edhe derisa shku ma të ku e bana, jetë që mu të me bane. Ma të mirën, mora dhe qmim, shumë faleminderit që nga ndaj vedit tëm që mu të me mora qmim, por për mu fitoria ma mala kënë që unë kam shkel në skelën e teatrit Migjelli. Bravo për vlerësimin që ke ndaj personave që të kanë mësuar, por edhe një bravo e madhe nga ana ime, sepse the për veten time kam mirënjohje të madhe. Bravo! Vetbesimi është gjë më e mirë. Po për Ensarin, si ishte roli ti? Unë kam qenë djali. Djali që do të martohej. Po, djali që martohen, por në fund martohet gjyshi, më dhe. Pra, martesa jote nuk shkon si shduhet, sepse në fund martohet gjyshi. Zysha, si është për ty të mësosh përveç angazhimit të madh që ti ke në shkollë, përmende që Zyshe gjuhë letërsisë, e arteve, pra ke shumë funksione në shkollën që ti jep mësim, si është të merresh dhe me pjesë të tjera shtese, është angazhimi i shtuar për ty? Realisht nuk e shoh diçka mbi ngarkesë, jo se nuk është lodhja. Realisht provat, zhvillimi i aktiviteteve, domethënë organizimi gjitha është një lodhje. Por nga dëshira, nga pasioni, për mua është shpeshherë edhe relaks. Është drejten. Këtu do të falenderoja shumë ZVA në Shkodër, në fakt, për bashkëpunimin me teatrin dhe mundësinë që ju ofron gjimnazeve për diçka të tillë. Pse? Sepse shpeshherë nxënësit në dekadat e kaluara në shkonin rrallë, po ta marrim kështu, edhe në teatr, edhe në kinema. Dhe i bie domethënë të mos e njohësh fare këtë botën e artit realisht, ata shkelësh vërtet, vetëm nëpërmjet librave. Dhe për këtë jam jashtëzakonisht e lumtur. Pse? Sepse duke parë, domethënë kuptohet me vite me radhë, kuptohet që nga mosha kur sa kam nxënësit sot, dhe ka pas një pauzë në kohë, domethënë nga mos funksionimi për arsye të ndryshme kuptohet. Dhe sot realisht ndjehem shumë e plotësuar që sot jap mbështetjen time, ndihmësen time ka këtyre nxënësve. Unë përveç teatrit dhe ZVA-s kam një falënderim shumë të veçantë për gjithë prindëherë. Sepse mbështetja reale e përditshme vjen nga secili prej prindve. Sepse sot po ta marrim edhe në rolin e prindit, ti besosh fëmin dikujt, domethënë jashtë shkollet, është përgjegjësi, edhe besim. Dhe unë për këtë i falenderoj realisht. Jam shumë mirënjohëse, sepse prindrit janë mbështetës jo vetëm tek motivimi, jo vetëm tek besimi, asnjëherë nuk kërkojnë llogari pse më marr fëmin, pse më çu etj, nxënësin këtë rast, sepse kuptohet janë në moshën poshtë 18, kështu që janë përgjegjësia mësuesit jashtë shkollës, se në shkollë po e pa. Dhe atë di që ja dhon shfaqja, moj mend,
edhe pse kena dalë shumë herë në skenë, kuptohet, për evente të ndryshme, ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm. Ka pas spektator, kuptohet, jo vetëm shtetësit e nxënësve familjar, por edhe të tjerë, sepse si që thame, traileri i gjimnazeve a shfaq shumë ma përpara. Dhe me thanë, kishte marrë një famë, po ta marrë në thojza, në këtë rast shumë përpara se të shfaqte në teatr. Ishte kurioziteti. Dhe pa llogari që na jena Shkodran, dhe humori është pjesë e shpirtit Shkodrës, po ta marrim. Edhe si persona, edhe si individ, edhe në mënyrë kolektive. Patjetër, është në gjakun tonë ndoshta dhe jemi gjithmonë kurioz të ndjekim. Është vërtet. Ne në fakt në fund të prillit na pret një aktivitet tjetër, është një projekt Bohemia nga Ministria e Kulturës, ku kryesorja është Adela Muçollari. Dhe në dhjetor kishim audicionin, dhe me thënë edhe këtu ishin përfshirë tana gjimnazet dhe fituam, kishim 2 drama me minutazh të shkurtër, dhe po shohim si po shkon atje. Por është diçka shumë interesante, se kjo nuk do të thotë sa herë që kena marrë pjesë kena qenë fitues. Jo vetëm teatr, por edhe në aktivitete të tjera. Por është kjo pjesa që më pëlqen shumë, që nxënësit tonë janë mësuar me idenë që për ne ka rëndësi të shkojmë, të marrim pjesë. Nuk ka rëndësi a fitojmë apo jo. Dhe kjo gjë më pëlqen jashtëzakonisht të nxënësit tonë që e marrin me sportivitet, e marrin me dashamirësi. Dhe kjo është gjë më e sepse po ta marrim gjithmonë të fitoria, gjithmonë do të ketë një fitues deri në 3. Nuk do të jenë tonë pjesëmarrësit fitues, sepse edhe për ne si organizator, si mbështetës, nuk është as pak e lehtë kur në fund të një aktiviteti, ku është konkurs apo festival, siç ishte, shohim lot në sytë e nxënësve. Pse? Se me të vërtet provat janë të bukura, por janë edhe sakrificë, edhe në kuptimin e fjalës një punë shumë e madhe, ndoshta shpeshherë edhe jashtë kapacitetit, por çka kanë vurej, do me thënë, jo vetëm provat më përpara me nxënës të tjerë, po sidomos këta që ja kanë pas si grup për herë të parë, sepse ishin 8 muaj, dhe në 8 muaj vetëm 2 ishin me eksperiencë, 3 vjeçare, tjerë për herë të parë, një këmbgulje stoike edhe një dëshire jashtëzakonshme. Dhe me thonë, e kam admiru në heshtje. Aleksandri a tregu shumë dashamirës, bile shpesh herë në thojza i llastote, edhe i thosha, mos i llasto, dhe kur e kanë shumë mirë, thuj gjithmonë mirë. Pse? Sepse duke i njoftë ma shumë në kohë se Aleksandri, e disha që japin edhe ma tepër. Patjetër. Se kur ti thush shumë mirë, rrin taj niveli, sepse më ka thonë regjizori shumë mirë, ose mësusja shumë mirë. Ose mësusja shumë mirë. Kështu që unë, nëse Aleksandri është i kënaqur një herë, unë jam 10 herë, se i kam edhe në përditshmëri. Në sa arsi ishte kjo eksperiencë për ty? Ishte shumë emocionuese? Shumë emocionuese ishte. Unë kisha borën më të madhe se unë kisha pas më shfaqjen atë ditë. Po. Edhe ishte një emocion shumë tepër i madh. Tepër i madh. Do ta bëje sërish? Nëse vitin tjetër do kemi një shfaqje dhe Aleksandri thot që po do t'jesh sërish ti i zgjedhur i tij për të bërë një rol të rëndësishëm, do ishe gati? Po gati isha pa menduar 2 herë. Pa menduar 2 herë. Po për ty? Unë e kisha pa menduar mos 2 herë, por me një kusht që ishte ken regjisor Aleksandri. Unë e kam do me edhe që nëse vjen një regjisor tjetër nuk më marr mend se marr pjesë. Të gjithë aktorët e teatrit të Shkodrës janë tepër të mirë, ndaj unë të sugjeroj që mos bësh dallime, sepse do të kesh një eksperiencë ndoshta edhe më të bukur. Nuk është thjesht një mendim i emi për momentin, ama pse di, Aleksandri më ka dhënë një kështu sigur na ka dorë shumë kupton të na dhënë mundësi me arsim mësuesi i klasës së parë, se po ndërpres. Ne na kanë kësi e kena bosh shpesh e kena bëllë me njerëva ka pas drejt me në bërtit, bile në fundit edhe na thashim e bën me keq që din mohabetin, nuk e bën me bukur, ama pra se prap na ka bërtit, na ka dorë fort. Por një tjetër fitore që unë e kam pas, a ken që kur ne Aleksandri në fund shfaqjen na ka thonë që e keni bë ashtu sikur unë e kam perceptu kur ka shkruar tekstin, se ka një tekst tepër i veçantë që jo gjithkush mund të më shkruaj. Kur Aleksandri na ka thonë që ju e keni bë ashtu si unë e kam perceptu, kam thonë që nuk ka rëndësi çmimet, na përderisa kena kryer që regjizori ju na ka thonë jena fitues. Jeni fitues. Patjetër që të gjithë jeni fitues. Ja kena rritë qëllimit. Po, këtu doja të dilja edhe unë, po pjesa e publikut, si e keni përjetuar? Sepse Aleksandri ka qenë i kënaqur me ju, patjetër, sepse ai ka bërë një punë kolosale me ju. Pjesa e publikut, salla ishte plot, ju ka ndërë trokitur, sa emocione ju ka dhënë kjo pjesë? Në atë momente,
Ky ka pas me dali pore me hap, por unë kam kanë me dali fije ka gjysa e Më shfaqjes. vonë, po. Pra, të pa tonë atë që fillurin në fillim të ordorë dërkit për në raste që të dërkishin para se me dalë, ne thashmë vedi janë shumë njerëz, nuk më ka marrë me se ka me A kenë do se ke dorë trukitje për të gjithë. nuk më ka marrë me se ka me kenë shumë njerëz, edhe thjesht isha me më përmat tensionin e tjerë, unë kisha kenë të ufi, kisha kenë Një të hapa. emocion i madh. Një patjetër. emocion tepër i madh. Thëç në ata shok të klasë, ma e vete, në kuptoj se duhet me fol mirë se kur kena bërë provat, kam pas provat tanë ditën e ditë që kena bërë provat qysh në orën 8, kam kenë shumë emocionum. Edhe kena bërë 2 provat e fundit, i mund t'i kem bërë rreth 5-6 gabime të fol, edhe kisha frikë se nështë nuk pa mundu me e thonë të ba gabej, thasht atjesht, ba që të bajt, por kur dole aty, e kam staku të rujnë që duhet me e ba. Edhe u dhe të me ba se s'ban. Dhe e ke bërë në mënyrën më të mirë të mundshme. Nuk ka asnjë gabim. Ensar, si ishte të hapësh ti këtë shfaqe? Sepse për ty është emocioni dyfisht, sepse është përgjithësi të hapësh shfaqet. Ishte shumë emocion i madh. Në atë momente s'kam ditë as vetë se ku jam. Kam kënë shumë emocionuar atë ditë. Është gjithmonë emocion, sepse teatri vetë si strukturë të jep një emocion të jashtëzakonshëm. Dhe ju ja keni dalë më së miri dhe më lejoni t'ju përgëzoj shumë për atë çfarë keni sjellë. Faleminderit. Zysha, do flasim edhe pak për këtë eksperiencë kaq të bukur? Si e pritën stafi mësuesve? Të komplimentuan pasi shkove në shkollë ditën tjetër? Stafi mësuesve, realisht, sepse më dole pikrisht e pika ku do t'ja përmendja vetë, realisht, një mbështetje shumë të madhe që ne falenderojmë, na ka dhënë drejtorisha e shkollës, Mirela Pietrani, po ashtu i gjithë stafi mësuesve të cilët japin mësim në shkollën e mesme. Sepse në çdo provë, pa dyshim që na kanë mbështetur her pas here, dhe me thanë nuk kanë qenë asnjëherë pengesë e provave, sepse provat realisht janë bërë edhe në fund të procesit mësimor, që mund të kishin fiskulturë ose diçka tjetër pa cënuar lëndët që janë provim apo kryesore, pa dyshim kemi bërë prova dhe të qendra komunitare që kemi përballë, është një sallë e përshtatshme për këtë punë, të cilën e shfrytëzojmë për aktivitete, po ashtu kemi bërë edhe prova generale në teatr në fakt. Dhe po ta shohim, do me thanë provat që kemi bërë në shkollë, kemi një ecuri, një evolucion nga provat në tavolinë me tekste përpara. Biles para 2 ditësh po i shija me shumë nostalgji, është sikur të ndërtosh diçka. Dhe në këtë rast, do me thanë, Aleksandri është treguar një arkitekt. Ai e ka përsos çdo personazh, e kam pa herë pas here. E para ka qenë bashkëbisedimi që ka bërë me nxënës se çfarë do të realizojmë. Pastaj sjellja e tekstit. Teksti është pasuruar her pas here. Një kombinim personazhesh, do me thënë asnjëherë nuk është se kena ecë 3 hapa të prova edhe kthy 4 mrapa. Asnjëherë. Ndoshta mund të kena ecë në periudha të ndryshme me hapa të vegjël, por gjithmonë kena ecë përpara. Sa bukur. Dhe kjo është diçka që e vlerësoj shumë tek Aleksandri, që është në hapët e parë të karrierës së tij, po ta marrim parasysh edhe moshën, Po, sepse është dhe po ashtu një arritje shumë e madhe dhe nxënësve. Dhe me thonë, po ta shohim e kam pa me një sy krejt admirues. Pse? Sepse kur përgjegjësinë kryesore e ka dikush tjetër, në këtë rast Aleksandri, ti e shijon më shumë. Dhe me thonë, unë e kam shijuar nga fillimi dhe në fund, pa fund. Sa bukur, shumë bukur të gjithë Ajo ju. pritshmëritë që ka pas Aleksandri, që ja ka thonë mos e kanë marrë çmimet, dhe me thonë, janë përputh me arritjet e tyne. Dhe është një rezultat jashtëzakonisht i kënaqshëm. Po ashtu, po ta marrim parasysh të spektator që i përmendme, a ditë jena befasu. Dhe një çmim tjetër në thojza, verbal, që ja dha dhe vetë drejtori i teatrit, ne kena si traditë që sa herë që bëhet festivali i teatrit, ne shkojmë dhe ndjekim çdo shfaqje. Nuk ka rëndësi cili gjimnaz është. Nga i pari deri tek i fundit, që është natën finale. Dhe realisht për këtë edhe na kanë vlerësu, drejtori i teatrit bashkë me stafin, që kena kanë spektator të madh rregull. Biles shpesh herë i thosha me shaka dhe nxënësve që edhe nëse s'marrim ne çmim, marrim çmimin si spektator të madh rregull në teatr. Pse? Sepse është shumë bukur kur shef edhe të tjerët, jo vetëm shkollën tënde. Do me Ndoshta thonë, bukur po dhe shkëmbim eksperience. e zgjeron rrethin, shkëmbim eksperiencash, krahasime, vetë përsosje. Do me thonë, janë shumë aspekte.
Dhe këtë gjë e kena bërë gjithmonë, jo vetëm këtë vit. Dhe me thamë, shkolla jonë, sa herë që kena kanë pjesëmarrës në festivalin e teatrit, edhe kur s'kemi qenë, po ta marrim te kjo pjesë. Spektatori më i mirë gjithmonë. I kena pa gjithmonë, dhe me thanë. Pse, të shohësh bashkëmoshatarët që ka arrit diçka, gjithmonë i bën pyetje vetit, pse të mos arrija edhe unë. Diçka shumë e bukur. Sepse shpesh herë tek nxënësit ka edhe stepje, ka edhe hezitim. Patjetër. Si te çdo kushe, edhe në moshë të rritur, jo, edhe në moshë të rritur ka hezitim. Dhe ka nevojë për pak stimul, për pak motivim. Djema, për ju cila ishte shfaqja më e mirë? Pas tuajës. Një shfaqje shumë të bukur ka pas Gjimnazi 28 në Ndori edhe Voso Kuka. Kena kënë 2 shkollë që kanë pas një shfaqje shumë bukur. Po për ty Ensar? Ishte teta e Voso Kuka më në lënë. Ato dyja kanë qenë pas jush më të mirat, patjetër. Gjikosh lifton vedin e është. Patjetër, ajo nuk diskutohet fare. Ju falenderoj shumë që ishit me mua këtë mëngjes. Do ju pres sërish në eksperiencat të tjera, në projekte të ardhshme, jeni gjithmonë të mirëpritur. Faleminderit Ensar, faleminderit edhe ty, faleminderit Zysha. Faleminderit shumë për këtë intervistë dhe për këtë bisedë shumë të këndshme nga ana juaj. Faleminderit shumë të gjithëve ju. Në ndiqni edhe pas pak do kemi një pjesë tjetër të të ftuarve të ditës, të Gjimnazit Gjon Karma. Faleminderit. Ndiqeni pas pak Info Plus. Jemi rikthyer edhe një herë në studion e Info Plus me një pjesë tjetër të të ftuarve, ashtu siç ju thash pak minuta më përpara. Jemi tani me Ensën. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes. Faleminderit që je sot me mua në studio bukuroshe. Faleminderit dhe ju që më keni zgjedhur për këtë intervistë. Shumë të bukur. Është kënaqësi për ne. Jemi me Denisin. Mirëmëngjes Denis. Mirëmëngjes. Faleminderit që je sot me mua në studio për të ndarë eksperiencën tënde të bukur në teatrin Migjeni. Faleminderit juve, ishte një eksperiencë shumë e bukur për mua. Edhe për ne është kënaqësi që kemi sot në studio dhe Eliona. Mirëmëngjes e dashur, faleminderit që je me ne. Faleminderit ju që na keni ftuar për këtë intervistë dhe jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj interviste. Po nis me ty, si ishte për ty kjo eksperiencë? Një eksperiencë e mahnitshme, mund të them. Një eksperiencë plot emocion, por që ja ka vlejt në fund. Ja ka vlejt shumë. Çfarë të emocionoi kaq shumë? Thjesht dalja për herë të parë në skenë teatrit. Nuk e kam për herë të parë, domethënë që marr pjesë në për konkurse, nga që kam marrë pjesë atë shkolla, kam dalë fituese shumë çmimeve, kam certifikata, por ishte thjesht gjë që unë kam përdalë një skenë teatri ku kanë dalë shumë aktorë më të mëson me shumë eksperiencë. Teatri është një emocion në vete, patjetër. Po si të duk që të priti publiku si herë e parë? Them drejtën, kemi pas një publik papam. Salla ka kanë plot, por ne kemi pas shfaqje, dorë trokitjet nuk kanë mungu kur edhe asnjë qeshun për çdo batut që ne kemi thënë. Thjesht ka kanë është një gjë shumë e mahnitshme që të frymëzon me shku prap. Nuk klen në Po për Denisin, si ishte kjo eksperiencë? Duke qenë se është hera dhe ime e parë si Eliona, ka qenë një emocion i papar. Ishte hera parë, pavarësisht se unë s'kam pasur një rol kryesor, prapse emocionet ishin të plota, teatri u bë si shtëpia jonë. Tani na ka marrë malli shumë. Çdo rol ka rëndësinë e vet dhe as rolet kryesore nuk mund të bëhen pa ato dytësore, prandaj është shumë e rëndësishme edhe roli që ti ke pasur. Po për të bukuroshe, si ishte kjo eksperiencë? Ishte shumë e bukur. Për mua është hera jeme e dytë që marrë pjesë në teatr, se kam kanë edhe herë tjetër, edhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, kisha dosh prap me përjetu, edhe... Kishe emocione? Po. Kur dola, apo më përpara, ne i trego pak. Jo, ma shumë kam pas prapa skenë, se sa kur dola, se kur dola, nuk kisha atë shumë emocione, nuk e di pse më nolli. Si të priti publiku? Një vajzë e vogël që del me gjimnazistët? Po. Ishte një pritje e mirë si pas mendimit tënd? Apo prisje ndonjë bruhuritje më të madhe? Si ishte si pas mendimit? Besoj që me kanë pritur mirë, dhe nuk ndjeva që keq me publikën kur dola, sepse
për shembull, ishte bukur për mua. Si eksperjenca jote e dytë? Se ishte eksperjenca jame e dytë, dhe nuk e di pse kisha ma shumë emocione se herën e parë, nuk e di pse më nolli kjo, për gjithmonë, kur dal për herë të parë, s'kam emocione, më ndajna fillon e më shtojnë emocione. Patjetër, sepse ndoshta e di se çfarë të pret, e di sepse skena e teatrit është magjike. Po nga eksperjenca jote e parë, mund të ndash diçka me ne? Po, ishte shumë e bukur, dhe falenderoj regjizorin Nikolinin për eksperiencën teme të parë dhe për eksperiencën teme të dytë Aleksandrin. I falenderojmë shumë të dy edhe ne. Po për rolet tuaja, Denis, do të na tregosh pak më shumë nga roli jot? Po, roli im është dasmori. Unë kam qenë i ftuar në dasëm nga ana e vajzës, pra shoqëria vajzës. Ne hymë në skenë pasi prindërit takohen bashkë dhe nisë ai Nis pjesa e dasmës. Dhe aty është një rol shumë i bukur, sidomos për ne që jena fillestar, sepse marrim eksperiencë sado që... Patjetër që po. Po për Elionën, si ishte roli saj? Roli jem, unë kam pas për rol shtëpiakën e dëshpëruar, ku burri jem punote në gjendje civile dhe ishte pianet. Kam pas edhe një rol pak dhunshëm, ku është ishte me rranë skenë. Pak me shaka. Po. Por shumë, është prit shumë mirë roli e pavarësisht se ishte pak i dhunshëm, po është prit mirë. A prit me qeshën, a prej publikut. Ishte një, nuk e di, do të me falenderu Aleksandrin për çdo gjë. Thjesht ai ka kanë mbështetja jonë më e madhe, shumë, kanë rënë shumë afër, kena bë prova për ditë, edhe nga që ishte çdo ditë, ne çdo ditë u përmirësoshim. Pavarësisht se kemi pas edhe ne ato lëkundjet tona që... Ato i kanë edhe artistë të mëdhenj, patjetër që edhe ju do t'i keni, është tepër normale. A ka pasur ndonjë moment që i ndjerë e lollur? Ndoshta çdo ditë prova, diçka paka shumë stresuese, nuk e di se çfarë të pret, sepse një eksperiencë e parë, nuk e di realisht se çfarë të pret në skenën e teatrit. A i ndjerë ndonjë moment të thuash pse e morën këtë rol? Jo. Me zirë kam prit që t'jem pjesë e teatrit, që nga 9 vjeçare, mbasi kam pa tjere që kanë dalë para mejet, kur kanë me Nikolinin, edhe unë me zi shpritësha për me ardhë dhe për me dalë në skenë. Nuk jam lo as i ditë. Çdo ditë më shtu motivimi që unë me bë prova më tepër, me mësu më tepër, edhe pse jo, edhe një të ardhme në teatr do t'ishte shumë e mirë. Patjetër. Po për ty, a ka qenë një eksperiencë e lollshme, apo ka qenë gjithmonë një eksperiencë e bukur? Jo, një eksperiencë shumë e bukur, as një lollje, as një pishman për atë që kena ba, vetëm për ditë edhe me bëm sa më mirë. Insa, ka diçka që do të ndryshoje nga roli jot? Ke thënë ndonjë moment që, jo, këtë se bëra mirë, duhet ta bëja më mirë, sepse ti ke edhe eksperiencë tashmë. Jo, nuk besoj që kisha ndonjë gjë keq, edhe isha shumë mirë për mua. Ishe shumë mirë për ty. Por regjizori çfarë të tha? Regjizorin fakt nuk ma ka vu shumë re, se s'kam pas me thamë në gjallë, thjesht më shoqëru si anuses, normal. Ta është konkurrencë në gjimnazet. Patjetër, dhe ti ishe e jashtme në këtë pjesë, sepse ti nuk je në shkollën atë Gjon Karma, je në një tjetër shkollë, dhe ishe një pjesë plus, ëmbëlsira e kësaj komedie. Dhe nuk e di pse më ndodh, por gjithmonë dal tek fundi shfaqjes, aty që të gjithë kanë mendjen. Sepse ëmbëlsira hahet në fundin, dhe ti e ka që mirë sa do të rregullosh çdo gjë tek komedia. Denis, duhet më tregosh për ty se si është eksperienca e teatrit, sa të ka ndryshuar ty kjo eksperiencë në përjetimin e emocioneve, në atë çfarë ti do të bësh ndoshta për të ardhmen, sepse Eliona përmendi një moment dhe tha që ndoshta kjo eksperiencë më ka bërë të mendoj që të jem edhe një aktore në të ardhmen. Po për ty, ka qenë një ndikim pozitiv të kjo pjesë? Po, është një eksperiencë që mua më ka pëlqyer shumë dhe ashtu se Eliona dhonë për disa qaste dhe tani e mendoj pse jo në të ardhmen të kem dhe një profesion si aktor, por kjo i përket të ardhmes dhe...
Eliona, a ka Aleksandri ka bërë një shtys shumë të madhe tek ti që ti të mendosh të kesh një të ardhme si aktore? Po, me të thonë drejten, nga që e kina ndjek edhe në të rrjetet sociale, të emisioni ping-pong, edhe të shtynë, normal, se kur e shef, t'jep diçka një ndjesi për mbrana që thët, pse unë jo? Se jo. Është ajo egoja që të shtynë, nga që unë e kam atë ego, pse mos me kanë dhonë? Pse mos me bë dhonë, për deri sa e kam mundësin për me bë, për deri sa e kam edhe talentin, pse jo? Është diçka shumë e bukur që mundet me mos bukuru të ardhmen, unë them. Mendon që do të jetë një plus për ty kjo eksperiencë e parë? Do të Shumë. jetë një shtys e mirë? Shumë e mirë. Pse jo, me zipres vitin tjetër. Aleksandrin ose me Nikolinin këtë mendim, sepse ato janë të dy shumë mbështetës. Po, Me çfarë kanë thënë? Pse jo? Është diçka shumë e bukur, për deri sa ata kanë pas sukses, për deri sa aktorët e tjerë kanë pas sukses, pse unë jo? Është diçka e bukur për mua dhe pse jo me dhanë shfaqen teatër. Duhet të më thoni tani momentin më të sikletshëm, qoftë nga provat, qoftë edhe ndoshta nga shfaqja, shpresoj që në shfaqje mos t'ju ketë ndodhur, por në prova. E filloj me ty, Eliona? Po, ka qenë momenti ku unë kam kënë të rrath dhe imi Muhametin, edhe Dunuar në thojza. Në thojza, edhe Miku Taka. Miku Taka, Ikur rastësisht apo po, ishte pjesë e ikur komedisë? rastësisht, jo, ikur rastësisht, por askush nuk e vuni re se ishte rastësisht, nga që e mora ndorë me i fjali kështu dhe shtoj buzëqeshjen, shtoj humorin. Sa bukur. Po, sinqerisht, ja dola me Ta kalosh. ta kaloja të pjesën. Nuk është se meti pishmën që Miku Taka, po Ndoshta ka dalë dhe diçka më e bukur. po doli më e bukur, po jashtë skenarit, po më e bukur. Po për ty, Denis. Për mua, pjesa më e sikletshme ka qenë në provat e para në teatr, para se të ndodhesh te shfaqja, kur ngatrova hyra nga një vend tjetër. Ka një tjetër hyrje. Po. Kjo është e kuptueshme, teatri jonë është shumë i madh dhe ka shumë hyrje dalje, Po. prandaj është diçka shumë e kuptueshme. Po për ty e dashur. Për mua, kisha më shumë, kur e mora vesh që kisha me dalë, atë se kështu në prova nuk ka pas në gjë. Nuk ishte asnjë gjë të sikletshme. Ja. Pra ti ke qenë gjithmonë on top, gjithmonë e gatshme për të qenë. Po. Mendon që do bëhesh aktore në të ardhmen? Po, edhe kur, për shembull, kur isha në televizor këta teatrat e kukullave, kur isha më e vogël, risha të thonë, lëndë më base ata, edhe tash, po, jam të ba, besoj, që mundë më ba një të ardhme. Pra të pëlqen të bëhesh aktore kur të rritesh. Po. E ke ndarë me profesor Aleksandrin këtë pjesë? Jo, se nuk kam najtë shumë, kam shku vetëm prova generale, për fakt që për shkolle, sa din, se këto kanë ba edhe prova të shkolla tyna. Ti je në shkollën Dremjeta, në cilën klasë? Të pesten. Në klasën e 5. Pra ke një diferencë shumë të madhe moshe. Po. Dhe gjithsesi ja ke dalë shumë mirë. Dhe unë të përgëzoj shumë. Po, kisha dasht me Allah në dikën tjetër shfaqen. Për mu ka kanë një eksperiencë shumë e bukur, kisha dasht prap me përjetu, prap, edhe me përjetu të në kohën. Eliona, se ju ndihmon të rriteni në mënyrë të shëndetshme, të mirë, pjesa që ju jeni të rinj aktiv dhe sido kudo jeni pak më larg telefonave apo të çënurit të gjithë ditën pas rrjeteve sociale, duke bërë scroll në TikTok pa fituar asgjë. Sa eksperiencë e mirë është pjesa që merreni me diçka shumë të bukur, përjetoni emocione të forta siç është skena e teatrit Migjeni. Na ka frymëzu me thënë drejtën, nga që ishim larg telefonave gjatë provave, në njërë harroshim edhe kryleshim në për teatr, edhe mbas i kryshim prova që ku e kam telefonin unë, ju ku e kam lanë, a din gjatë ti, edhe sinqerisht kur kam pas të periudhën e provave, telefoni nuk është se e kam prejk, kam ne vetëm me tërës në dorë. Përkushtuar të teksti. Isha përkushtu në maksimum, nga që e kisha dhe për herë të parë në teatr, jam përkushtu shumë, edhe thjesht dosha që unë me dalë sa më mirë. Po për ty, Denis? Për mua dhe ashtu ka qenë shumë aktivitet i bukur, jam aktivizuar shumë
telefonat i kemi harruar për këto qaste. Mendon që u bën pak mirë, mendoj që është diçka shumë e bukur, o? Shumë më mirë. Sepse është një Mirë. indicje pozitive e të larguarit nga pjesa e teknologjisë dhe një largim ndoshta me pak stil. Po, me pak stil, po një stil shumë i bukur. Në të drejtën, është një stil shumë i bukur i largimit ndaj këtyre, ndaj internetin, nga rrjetet. Thjesht, ne kemi dhënë rrjetet kur postun trailerin, që ka pas një shirkueshmëri të madhe dhe ne morë me çmimin për trailerin më të pëlqym, që jena shumë falenderuese për ata shikus tonë, se na shtunë një çmim plus nga te 3 çmime tjera që morme. Cili është çmimi më emocionues? Ai komedis më të mirë, normal. Aja ishte një emocion i papam kur është tonë emri jonë skenë, kur është tonë titulli i shfaqes, që komedin më të mirë e ka martesa shumë pritur nga shkolla John Karma, ishte një mrekulli e kina përjetu shumë. Është realisht një diçka shumë e bukur. Po për ty, Denis? Për mua emocionet më të mëdha ashtu kanë qenë për çmimin komedia me mirë, që doli komedia jonë, aty kanë qenë emocione shumë të mëdha. Patjetër. Ti e dashur emocionove kur morët çmimin? Po, e prisja në fakt se... E prisje. E dije që është një komedi tepër arritur. Po, edhe nuk e di për të dy emocionalet të traileri edhe komedia më e mirë. Sepse traileri është i shikum, është shumë Po, shikime. jeni bërë viral, edhe kjo është diçka, është një eksperiencë, Enca ka shumë të drejtë, sepse është një eksperiencë shumë e bukur. Të bëhesh viral në rrjetet sociale, sot është një plus për artistin. Po, dhe të komedia, nuk e di, jam emocionu super shumë, kur e mora vesh që kena fitu, edhe tjerë që ishin në skenën e teatrit, tjerë të aktorë, që kanë dalë me marrë çmimin atë, rishin të pyet, a çmimi parë, se se dishin as vetë se disha, vetëm kur më thonin që a çmimi parë, nuk e di, jam emocionu super shumë. Është diçka shumë e kuptueshme. Po. Mësuesja tha pak minuta më përpara që ju keni ndjekur çdo shfaqje. Po. Cila ishte pas tuajës më e mira për ju? Për mendimin tem, Osokuka, limonet e Sicilis, ka një perle vërtet. E kam shiju shumë si shfaqe. Protagonist ishin shumë të mirë rolin e tyre, sidomos aktori kryesor, edhe pse e kishte për herë të parë teatrin, e ka dhënë maksimumin e tij. Përshëndesim shumë edhe regjisorin Fritz Selmani të shkollës Osokuka. Po për ty, Denis? Që ka bën një punë të shkëlqyme. Për mua shkolla, domethënë, është 28 nëntori, kishin një dramë shumë të bukur që përshtatet dhe me rinin dhe me kohën sot. Është diçka e përjetuar nga ne. Po, diçka e prekshme dhe patjetër që të emocionon edhe më shumë. Po ti i ke ndjekur? Po, e kam ndjek, te disa nuk kam ndjekur për shkak se... Nga ato që ke ndjekur, cilat ka pëlqyer më shumë? Më ka pëlqyer shkolla 28 nëntori, por e para krejta shkolla... Patjetër, Jo, nuk diskutohet. E para është shkolla John Karma. Pasa John Karmës është 28 nëntori. Po. Pse të pëlqeu kaq shumë? Sepse kishte lidhje me që rinia, për shembull, rinë shumë në rrjetet sociale, merr ankth për tyne. Po dhe mendoj që është e drejtë. Një temë e prekshme nga të gjithë ne, jo vetëm nga rinia, po nga të gjithë ne dhe pjesa tjetër. Dua në fund një thirrje nga secili prej jush për të rinjt që pëlqejnë të merren me teatrin, por që janë ndoshta pak të stepur. Një thirrje nga 3 të rinj kaq të mrekullueshëm këtë mëngjes në Info Plus. E filloj me Elionën. Mund të them që emocionet lejnë një pas, se nuk duhen gjë emocionet. Thjesht duhet që ne me pas kurajo, me pas një ego mbrenda nesh që pse mos me kanë dhënë. Përderisa ne kemi gjitha kushtet, jemi mirë fal Zotit, pse jo mos me dalë në skenë, pse jo mos me dhënë talentin ton, nuk duhet me majtë fshet atë që ne e kemi. Thjesht me shfaq, përderisa është e bukur, duhet me shfaq. Patjetër që po. Denis, nga ti?
Po mendoj që rinia duhet të përkushtohet më shumë në pjesën e arteve dhe në çdo pjesë tjetër, sepse sot të gjithë në telefona është më mirë që të përkushtohemi dikun. Me që jemi në temën e teatrit, unë mendoj se çdo i ri që e pëlqen nuk ka nevojë të varet nga emocionet, ai duhet ta shpreh atë që ndjen, duhet ta shpreh talentin e tij. Dashur, duhet ta mbyll me ty, një thirrje nga ti. Edhe pse e ka që vogël, një thirrje nga ti është edhe më e bukur. Po, dhe si që thash më parë, kur e shija në televizor, doja të bëja dhe unë, dhe të gjithë të rinë në telefona, dhe rinë Duke për scroll, gjithë ditën. po, dhe rinë të pa në telefona, thëjnë manajna kër shofim aktora, du mu balon, heke telefonin, mësan një tekst, edhe bëhesh. Sa e mirë. Patjetër që po, faleminderit shumë e dashur. Faleminderit të gjithëve ju që ishit këtë mëngjes me ne. Faleminderit dhe juve. Eksperiencë kaq të bukur. Shpresoj të keni eksperienca të tjera të mrekullueshme dhe të jeni sërish në studion time për t'i ndarë me publikun. Faleminderit. Ke diçka për të thënë të fundit? Sepse dua ta mbyll me ëmbëlsinë tënde. Faleminderit që na keni zgjedhur dhe faleminderit edhe drejtorin e teatrit, Mixheni. E falenderojmë shumë Gert Falalin këtë mëngjes. Edhe Aleksandr Prengën, normal që Raken mbështetja jonë më madhe. Ajo është. Edhe shpresoj të na vi për vitin tjetër, sa të na lënë me dyshje. Ka shumë sa e kanë falenderuar sot, patjetër që Aleksandri do të jetë i gatshëm edhe për vitin tjetër. Shpresoj që po. Shpresoj. Shpresojmë që po. Edhe ne shpresojmë që po, dhe duke ju falenderuar edhe të gjithëve ju që ishit me ne në Info Plus këtë mëngjes, dua t'ju uroj një ditë të mbar dhe takimi radhës së bashku nesër në Info Plus.